Opozitën si e shikon të gjithë ky ekuacion? Opozita si departamenti i marrëdhënieve me publikun të Partisë Socialiste, fatikisht personal të Edi Ramës, pra Sali Berisha. Protestën e fundit të opozitës. Po pra, është një nga strategjitë më të zgjuara të Endri Fugës së ri që quhet Sali Berisha. Sali Berisha është gëzuar ditën që ka marrë vesh që Endri Fuga është arratisur, sepse është hapur një vend pune dhe ka filluar punë si njeriu i PR-it të Edi Ramës. Çfarë i duhet tani Edi Ramës? Pra pikërisht kjo i duhet. Edi Ramës i duhet që se unë kam thënë dhe herë tjetër, ata kanë ndarë rolet. Sali Berisha është bariu i realitetit brendshëm, Edi Rama gjigant. I kemi gjigant i i kemi të bukur, i kemi të gjatë, e ke vërre. Edhe në rëshkasin kolaj. Qa duhet bëj opozita? Protestën ka ndorë, fjalët ka ndorë. Jo, mund të ketë dhe gjëra tjera në dorë, po varet si lëviz duart. Por shiko pak tani, se kjo është opozitë që ka shumë duar. Mirë është që ti përdori të gjitha duart. Dakor, më shumë se kaq. Po pra, ti mendon se kjo është e gjitha. Po për mua kaq, nuk mund të shkoj më tej tani, shkojmë të kërkojmë destabilizim. A pse kjo është zgjidhja domethënë? Një lloj proteste. Në formë proteste në lidhje me vendimin që gjykata kushtetuese. Se kjo quhet stabilitet, domethënë. Çfarë quhet destabilizim? Jo, po edhe këtu nuk shikoj fishek zjarret e pra kjo është stabiliteti i shqetësuar, e kuptova. Jo, më është formë proteste. Okej, kuptova. Stabiliteti i shqetësuar. Është formë proteste. Ne mora është formë proteste. Po s'ka asgjë antidemokratike aty tani. Nuk thash gjë që ka gjëra. Kush po flet për antidemokratike? Unë po them, nuk po them kurrë, nuk kam thënë kurrë, unë po them që nuk ka gjë demokratike. S'ka lidhje me demokracinë ajo punë. Ky është, po ti e the bukur, po unë jam dakord me ty se më pëlqejnë kur ti i thua gjërat, edhe jam dakord me ty që është formë komunikimi. Pra është sken. Po, patjetër. Është sken. Jam dakord me skenën, kështu që vjen 100% dakord me këtë gjë. Më pëlqen doktori me flamurin kur e tund. Domethënë, imagjino pak sa i lumtur është Mulnoka kur shet doktorin që tund flamurin. Se është një lloj thotë njerëzve mulin keni. Mulin keni. Mulin keni. A do shkoj më tej, Arjan? Shiko. Sepse jemi në një moment ku gjykata kushtetuese nuk mori një vendim. O sot o kur, tha doktori, unë kam përshtypjen që ka rënë, mbas kësaj nuk e di kam dikur lajme, ka rënë Rama apo jo? Jo, unë di që do të vazhdoj me konsistencë. Këto janë deklaratat e do rrezojnë me konsistencë. Qëndrimet e Partisë Demokratike. Do të vazhdoj protesta. Pra, okej. Kemi protest, kemi sken, kemi konsistencë, por s'kemi destabilizim. Mund të shkojmë edhe drejt asaj, ishte ka skenar që në kuptohen. Ma falë, Redi, se unë jam pak i vështirë në kuptimin. Po, vazhdo, nuk ka problem. Por duhet ta kuptoj drejt, më ndihmo ta kuptoj. Tani më ndihmo ti dhe pastaj do të ndihmoj unë të kuptoj si mendoj unë. Po më ndihmo ti ta kuptoj. Pra, këtu synohet të jepet një mesazh Ramës. Mesazh Ramës edhe po them. Pra, po bëhet skena që ti jepet mesazh Ramës. Një mesazh, po sigurisht për atë është opozita. Çfarë bën ndryshe Endri Fuga? Ai bën skenën Ramës gati? Jo, kjo është skena opozitës, nuk është e Ramës. Dhe mesazhi është. Po pra, është mesazhi për Ramën. Mesazhi është, domethënë. Po pra, ky është mesazh për Ramën, Rama jep mesazh për nesër. Është populli shqiptar, është për Po pra, po dhe Endri Fuga kur e bën skenën për Ramën, e bën që Rama të flasë popullit shqiptar. Tani çdo formë komunikimi do ta lidhim me Endri Fugën. Mesazhi i Partisë Demokratike është i qartë. Ne do jemi aty, thot Partia Demokratike, për në çdo moment nëse. Po ku është Partia Demokratike këtu, se shoh? Partia Demokratike po kërkon dorëheqjen e Ramës dhe Ballukut për shkak të asaj që të gjithë e dim, aferës. Kuptova. Kërkohet dorëheqja e Ballukut. E Ballukut dhe Ramës. Tani këto janë qendrime publike të Partisë Demokratike. Okej, domethënë kërkohet dorëheqja e Ballukut, po dorëzohet Rama. Po me Balluku është Rama, thot, paka shumë ky është. E marr vesh. Po sikur thuhet porozojmë Ramën, a bie Balluku apo jo? Po ta mbajnë vetëm aty për shkakun. Po ta kishin seriozisht. Arjan, ç'a problemi ka me këto? Ç'a duhet bëjë? Jo, po pyes ta kuptoj për ç'a duhet bëjë opozita. Se më duket mesazhi shumë Jo, po mua më duket krejt normal. Opozita proteston. Për njerëz të pashkolluar si puna ime,
dhe të paditur, mesazhi kur është i komplikuar është i vështirë për të kuptuar. Arjan shivet Tani janë me mira njerëz aty në bulevard. E fantastike, e jashtëzakonshme. Por tash un kam parë edhe në pallat kongreseve 7.000 veta që bënin kongrese me 2.000 ulse, patjetër që po. Spektakli, opozita jonë është fantastike. Është opozita e vetme që mbush pallatin e kongreseve me 7.000 veta dhe është opozita që mbush sheshin me 60.000 veta. Një shesh që mban 2.000 veta, mbushet me 60.000. Çfarë duhet të bëjë opozita më shumë se kaq? Këtë ka mundësi. Tani ti më ndihmove ta kuptoj dhe më duket sikur e kuptova dhe tash më lejo të them unë pikpamjen time. Se ja, për këtë e ndihmoj njëri tjetrin. Për te shakave, tani do hyj tek ajo që quhet analiza e vërtetë dhe reale. Unë mendoj dhe besoj që kur një opozit e ka dëshpërimin si status mental, çdo vendim që ajo merr, çdo veprim që ajo kryen, do të jetë as pak i mençur dhe kurse zgjidhës në raport me atë që është fjala që thuhet si kërkesë bazë. Kërkesa bazë është Rozimi Ramës. Emergjenca është koha, pra tani, o sot, o kur. Pra, thuhet do Rozim Ramën, emergjenca është koha. Ama në dëshpërim e sipër, opozita çfarë thot? S'kemi ç'bëjmë tani. Ky e ka bërë balt, kështu që ne do mbushim sheshin dhe do e rrëzojmë. Por ajo që po ndodh është kjo. Ndërkohë, në raportet ndërkombëtare që janë shumë të rëndësishme për fitoret politike, Edi Rama besoj që është kokë në kokë me Berishën. Rama është në Knesset, Berisha është me Albana Vokshin. Pra kanë një konkurrencë të fortë. Do të thënë, imagjino pak Ramën me Bibin dhe Berishën në takim me Albana Vokshin në Këshillin e Europës. Pra është fitore shumë e madhe. E jashtëzakonshme opozitës, që tregojnë që opozita... Faji opozitës është... Jo, po them që është mirë, pra i ka punët mirë. Jo, po tani nuk është faji opozitës... Po them që ka faj, po pse përdor fjalë që si kam përdorur unë? Unë them që opozita faktikisht e ka nisur mbar. Pra, nëse Berisha takon Albana Vokshin në Strasburg dhe Edi Rama takon Bibi Netanyahu në Jeruzalem, kemi konkurrencë të fortë, kokë në kokë. Që do të thotë që protestat e opozitës janë tashmë në zemër të faktorit ndërkombëtar. Faktori ndërkombëtar është duke i lexuar drejt protestat e opozitës. Madje jo vetëm që po i lexojnë drejt, po duket që po shkojnë drejt vendimeve. Faji opozitës, Arjan. Po pse kërkon faj më? Faji opozitës. Po pse kërkon faj më? Nëse jo, po tani s'mund ta lëm këtë pjesë sepse ajo është ironi. Çfarë duhet bëjë opozita? Ato mundësi ka. Ato dyer janë hapur. Unë vjen keq se s'po bëj ironi. A nuk është e vërtetë kjo që thash? Izolimi që i është bërë opozitës, sipas vetë opozitës, është krejt i padrejt në ato dhe pak a shumë është argumentuar me fakte nga Partia Demokratike. Dakor, edhe unë e besoj Partinë Demokratike, besoj faktet. Tani vetëm duhet zgjidhim një gjë bashkë. Po. Pra Partia Demokratike është në izolim dhe do rrëzoj Ramën apo është në izolim dhe do shpërthejë rrethimin? Pra ç'a qëllimi kanë protestat? Partia Demokratike po bën detyrën apo do bëj dyja bashkë njëkohësisht? Jo, po bën detyrën e opozitës. Edhe një herë pra tani sepse shiko, Partia Demokratike po denoncon çdo ditë aferat e kësaj qeverie. Ndonjëherë publiku shqiptar, qytetarët shqiptar kanë nevojë për shpjegime të thjeshta edhe për njerëz si unë që nuk kuptojmë dot kollaj. E kemi të vështirë kuptuar. Po. Pra, tani ti je i rrethuar dhe thua dorëzosh Ramën. Këto duken si dy topa. Dhe zakonisht në Shqipërinë kemi thënë gjithmonë që dy kunguj në një sqetull nuk mbahen dot apo jo. Kur ti nis një protestë, kush është objektivi i protestës? Është do rrëzosh Ramën apo do çash rrethimin? Se nëse ti do rrëzosh Ramën, pa rrethimin nuk e rrëzon dot Ramën. Nëse qëllimi është që ti çash rrethimin, atëherë okay. Por nuk do bie Rama. Pra thuaj njerëz të vërtetën. Dakor. Dakor jam për këtë. Se tani, edhe në njerëz të thjesht, ndonjëherë përpiqemi të kuptojmë gjëra kështu në mënyrë gjeometrike.
Po. Unë e shoh kështu realitetin politik. Ose opozita ka objektiv të çaj rrethimin, pra të bëhet lajm ndërkombëtar. Se kjo është. Por në qoftë se opozita bëhet lajm ndërkombëtar me këtë lloj skene, dhe Edi Rama bëhet lajm ndërkombëtar me Ivanka Trumpin në Kneset me Bibi Netanyahun, prap në këtë pikë, kush e ka avantazhin? Kush? Rama e ka avantazhin. Atëherë, një sekond. Ti mendon që Sali Berisha nuk e di këtë gjë? Jo, më e di, bën detyrën e tij. Bën detyrën, pra si PR i Ramës, si Endri Fuga i ri i Ramës. Jo, bën detyrën e tij. Po kjo po këtë po them se ti më detyroj që unë ta refutoj vike një argument. Pra, për mua nëse opozita zgjedh një strategji që fuqizon pozitën e Ramës tek ndërkombëtarët, po i shërben Ramës. Se kjo është ajo që unë dua të them në gjithë të minuta që ne po bëjmë. Strategji duhet të zgjedhë opozita. Okej. Ka patur dhe një forum të prezantuar së fundmit. Di që edhe ju, zoti Galdini, keni patur një propozim më përpara, në fakt, se ditë ideja e këtij forumi. Çfarë është ky forum? Çfarë keni propozuar ju? Më lejo të të shpjegoj pak. Pastaj diskutojmë mbi opozitën. Okej, më lejo të shpjegoj pak një herë këtë gjë, pse unë kam dilemat e mia për opozitën, se nuk e kam akuzë, pavarësisht se duket si akuzë. Po dilema ime është kjo, që unë nuk besoj se Partia Demokratike dhe sidomos Sali Berisha janë naiv. Por mendoj që ata janë të përgjegjshëm dhe janë të qartë në veprimet dhe vendimet që Dakor. Kjo është gjë e parë. Gjë e dytë është kjo që unë e di që ai komisioni 3 palësh kur nuk është shuar. Do më prapë them dhe jam i vetmi zë që po e them. Ariane, e keni fjalën? Ai treshe me portat vogla dhe me Gjiknuri Ert Bylykbashi që okej. Jo që ata mbarojnë punë edhe pastaj zihen këta të tjerët le jashtë. Kuptimi që ata vazhdojnë punën. S'ke ndonjëherë mbyllje të atij komisioni, ke deklaruar, ke dëgjuar një deklaratë që është mbyllur e komisioni? Rama ka deklaruar që nëse opozita do t'i refuzojë prezencën. Komisioni. Te komisioni bëhet fjalë. Rama ka deklaruar. Pra te komision nuk ka deklaruar kurrë, as ai as Berisha. Jo, kanë deklaruar që nëse nuk do vinë, do të përjashtohen, do të zëvendësohen. Por ai komision nuk ka lidhje me atë punë. Ai komisioni 3-3, jo komisioni i reformës zgjedhore, as komisioni i reformës territoriale. Po, këshilli politik. Këshilli politik, pra për atë po flasun. Jo, ecim. Po vetëm. Pra, ai këshilli politik vazhdon punën. Prit pak tani. Që do të thotë që konstituimi, se këtu është gjithë thelbi më, se djalli fshihet në detaje. Konstituimi i Komisionit të Reformës Zgjedhore dhe Komisionit të Reformës Territoriale është bërë nga ky këshilli politik, nga marrëveshja e këshillit politik. Por ne e dim që në përgjithësi produktet ligjore që dalin nga komisionet janë dakordsi me ekstra politike. Atëherë, si qytetari thjesht që jam unë ngre dyshimin. Por mos janë marrë vesh ta dhe kanë kryer punë dhe vazhdojnë merren vesh dhe është apo s'është opozita pastaj, se në momentin që është konstituar, se gjithë problemi i prezencës opozitës ishte për konstituimin e komisioneve. Po, në momentin që është konstituar, është kryer puna, tash zvendësohen ata. Tash loja vazhdon. Loja vazhdon, okay. E kupton? Që do të thotë që çfarë ka vendos Këshilli Politik, pra çfarë ka vendos Rama me Berishën, do votohet. Edhe pse do votohet pa votat e opozitës formalisht. E qartë. Dhe unë jam i bindur që Rama dhe Berisha do i qëndrojnë besnik marrëveshjes tyre. Rama nuk do votojë asnjë gërm jashtë marrëveshjes me Berishën. Dakor. Reforma zgjedhore dhe reforma territoriale do bëhen deri në qershor. Këtë e shënojmë regjia. Do bëhen. Rama do i votojë vetëm dhe Berisha do vazhdoj në këtë trajektorën e protestave, në fishekzjarre. Sepse Berisha po u tregon ndërkombëtarëve dhe po u tregon dhe shqiptarëve që është i dhënuar, nuk ka gisht. E qartë. Kaq. Por e fundit forumi. Prit, se forumi ka kontekst. Po.
Nëse Berisha dhe Rama kanë rënë dakord, çfarë produkti presim ne? Presim një parlament me 100 deputet? Presim një reformë territoriale që do ndryshojë të gjithë strukturën e pushtetit lokal? Po, me 30 bashki është 31. 31 bashki. Pra, dhe që do të thotë që ne po shkojmë në një sforcim ligjor, detyrim përcaktim ligjor drejt bipartitizmit. Kjo e përcakton, po thua? Patjetër, sepse pragu për partitë e reja o partitë e vogla po rritet në maksimum. 31 bashki me një numër të vogël këshilltarësh, bëjnë që edhe këshilltar për partitë e vogla si mbjetonin. Kaprin ai këshilltar, qyqarët. E antar këshilli. Edhe me ato bënin ai biznes vogël, ai leje. Pra kjo ishte mbjetesë e partive të vogla me këshilltarë në përbashki. Do të hiqet përmes... Po s'do e kenë mundësinë. Ose nuk doja vlej kostoja. E qartë. Se do vlej, qëse do duen, po themi, 7-8.000 vota për i bashkit vogël, pra do të hedhi 100.000 euro, 200.000 euro një antarë këshillit bashkiak, për të bërë ndaj shumë, nuk i ale verdis. E qartë. E kupton, është një kostosh. Ka që thjeshtësh, pra këta po e çojnë sistemin absolutisht në bipartitizëm. Por cila është loja? Çfarë duhet Berishës? Berishës duhet që të luajë lojën teknikisht, sikur ai s'ka gisht në këtë histori, sepse nuk duhet t'i mërziten aleatët, por jo aleatët strategjik që ka të përhershëm, sepse ata i ka garantuar që do i ketë gjithmonë në listat e veta, por aleatët e rinj që ai ka akoma undercover, pra që i ka akoma të maskuar, që bëjnë sikur janë të pavarur. Partitë e reja. Po. Dhe forumi, çfarë është? Është temperatura e partive të reja që po i thon doktorit, a jeme ne, a do me na e fut? Pra ata kanë krijuar një forum për me i thënë doktorit që shiko se ne bëhemi bashkë, prishim punë. Ne mund të bashkojmë votat, prishim punë. Gjë që nuk e shqetëson Berishën në finale. Dhe ke për ta parë ndryshimin e qëndrimit Berishës mbas qershorit. Mbas i Rama të ketë votuar të dyja reformat, këtu do jemi bashk, do ta shohësh ndryshimin e Berishës në raport me të gjitha partitë faktorët politik. Aleate, apo të maskuara, si gjoja jo aleate, por që faktikisht janë krijesat të tij. Ata thjesht duan të dinë ku e kanë vendin në këtë histori. Ore tani mos të bëjmë kot lojra fjalësh. A ishte Ermal Asimja kandidati i propozuar nga Gronshe për kryetar bashkie të Tiranës në zgjedhjet e supozuara të Tiranës për 9 nëntorin? Po apo jo? Po. Në rregull. Atëherë si vjen propozimi nga Ermal Asimja? A ishte Florian Binaj kandidati i propozuar nga Adriatik Lapaj për kryetar bashkie të Tiranës? Pra ata janë në tryezë bashk. Po ti lexosh drejt e kupton. Këto janë pralla, pastaj këto janë lojra PR, pastaj marketing. Në momentin që është Florian Binaj në tryezën e Sali Berishës, është Adriatik Lapaj. Në momentin që është Ermal Asimja, është Gronshe. Por dridhe si duash, interpretohet si duash, jo po janë individ pavarur. Lexohet. Tash i kuptohet që aty faktorët janë bashk. Kanë një problem, se duhet ndajnë copat. Në mendjen e tyre ata kanë imagjinatën se mund t'i imponohen Sali Berishës. Kështu që përpiqen që gjejnë mekanizma loje se si ata të kenë vendin e tyre. Por Sali Berisha u ka ofruar këtë mundësi me sa shohun. Dhe ky është dhe në thelb koncepti i forumit. Sali Berisha ka thënë që ju mirëpres që Adriatik Lapaj të zvendësoj Narndokën e pak naqur, dhe Gronshej të zvendësoj për shembull Shpëtimi Drizin. Okej. Apo jo. Pra këtu, në këtë kontekst jemi. Këtu jemi pra, nëse ata do jenë dakord. Jo, ka logjik. Që të rreshtohen për të marrë në një vend sigurt tek lista e Berishës në 2029-ën, ata janë mirëpritur. Ky është propozimi që po bëhet, po thua. Këtë kuptoj unë, këtë po shohun, këtë po lexoj unë.
Ata kanë imagjinatën se ata kanë shumë vota. Ata mendojnë se mund të imponohen me numra. Do ndryshojnë në qershor, po thua? Po, patjetër, mos sepse shiko. Në rast se një parti politike, cila do qoftë ajo, dhe në këtë rast kemi 4 parti politike, që kanë 2 muaj që po tërheqin zvarr gjithë shoqërinë. Secila me protestën e saj private. Secila me protestën e saj në sheshin e vet privat, personal. Dhe këto 4 parti kanë 3 teza bazë. 1. Rrëzojmë Edi Ramën. 2. Jemi kundër hajdutëve. 3. Qeveri teknike që të bëjë zgjedhje të lira dhe të ndershme apo jo. A i kanë të njëjta zgjedhje? I vetmi faktikisht që ka kërkesë ndryshe, që thotë direkt në zgjedhjet parakohshme, është Arlind Qori. Por Lapaj, Shehaj dhe Berisha kanë absolutisht të njëjtat kërkesa. Ke ndonjë kërkesë ndryshe ti? Këto janë. Këto janë, pra. Po në qoftë se ti ke fjalën e fundit, pra, dorëzojmë Ramën, jemi përballë Ramës. Pra, doktori me flamur, Lapaj me karrige, Shehaj me peticion. Pra, në format ndryshme, secili protestën e vet private. Dhe nuk japin rezultat për ta rrëzuar Ramën. Çfarë do ndodhë në qershor? Çfarë mendon ti se do ndodhë në qershor? Do bëhet një bashkim i madh. Do bjerë temperatura, po. Dhe do kuptojnë të vërtetën. Se tash janë me temperaturë gjithë. I flitet atij që është smur me temperaturë. Tani të gjithë mendojnë që do bëjnë namin. Të gjithë ata mendojnë që do bëjnë namin. Pra adrenalina është e lartë, sepse sheshi ka adrenalin. Kur ti sheh veten 24 orë, 24 në media, je krye lajm, ke adrenalin të lartë. Ty duket se do bësh namin. Në qershor po thua? Do bjerë temperaturë, do shkojnë në plazh. Debati që do kenë në qershor është kush do shkojë në plazh te Green Coasti, kush do shkojë në plazh në Durrës, kush do shkojë në Kavalishenc, ose kush do shkojë pastaj në Madagaskar, tek plazhet e Madagaskarit. Pra ky është debati. Na duhet ta mbyllim. Po. Një koment fundit. Tani e thon shkurt dhe qartë dhe shumë vërtetësisht. Ideja ime është kjo që shumë mirë bëjnë këta, secili me protestën e vet private, do bënin mirë që ta bashkonin protestën, të paktën ta bënin jo SHPK protestën. Edhe paraja është e mirë. Se dëgjoj shpesh çka kemi protestën, se protesta është e mirë. Patjetër, unë jam pro protestës si parim. Unë jam 100% pro protestës si parim, Red Baraku. Si parim, si e drejtë demokratike, si frymarrje demokratike. Okay. Por edhe paraja është e mirë dhe shumë njerëz e duan paran. Ka njerëz që japin jetën për paran apo jo. Po kur paraja kalon në inflacion, çfarë bën? Humbet vlerën. Edhe protesta kur kalon në inflacion, çfarë bën? Humbet vlerën, pra ne kemi kaluar në inflacion protestash. Dhe vetëm gjë që unë mendoj se mund të shërbej dhe opozitës, por mund të shërbej të gjithë shoqërisë shqiptare, çdo qytetari shqiptar është që neve të kalojmë në një nivel tjetër tek një pakt kombëtar urtie, mendoj unë. Ka 35-36 vite që kur është PS-ja në pushtet, PD-ja që është në opozitë thot diktaturë, përmbysin diktaturën, ta shporim qelpsirën apo. Volli zgjedhjet, diktatori, narkoshteti, narkodiktatori. Kur bie PS-ja në opozitë dhe vjen PD-ja në pushtet, të njëjtin ligjërim ka PS-ja identik. Po. Kemi edhe këta që njihen si shoqëria servile apo ku diun se çai quani shoqëri civile. Këta që faktikisht janë ujqër me lëkurë qengji që vishen sikur janë aktivist civil. Po, dakor. Po faktikisht janë operator të partive dhe thonë jemi shoqëri civile, jemi të pavarur. Imagjino pak që zakonisht quhesh i parruar kur ke lesh, këta quhen pavarur kur vën leshin e deles. Se dia ishte herë e parë që kisha menduar këtë gjë. Por pra këta shpallen të pavarur dhe të gjithë të ftojnë shqiptarin në shkret, protest, dhe duket sikur ne kemi bërë Shqipëri një reanimacion të madh. Jemi gjithmonë në gjendje akute, emergjence, protest, madje edhe forumi Ermal Asimjes këtë tezë ka. Emergjenca është të rrëzojmë Edi Ramën, thotë. Ore dale një sekondë se mi bërë si ambulancë gjithë.
Duket sikur Shqipëria është një ambulancë e madhe që vetëm duhet ta transportojë si pacient diku me urgjencë, shpejt shkojnë ke urgjenca. A nuk është koha që neve t'u japim të gjithë mbështetjen dhe inkurajimin këtyre që janë në urgjencë. T'u japim edhe korsin madje të prioritetit. Por nga ana tjetër të kërkojmë edhe një gjë të thjeshtë fare. Ore, të lëm pak vend në tavolinë. Të lëm pak vend për përfaqësim, për balancë, edhe për ca njerëz të tjerë që duan të mendojnë. Duan të reflektojnë, duan të kuptojnë. Pra ideja ime është kjo. Shumë mirë këta që protestojnë, për te shakas, për te ironive që unë bëj, për te sarkazmës që unë përdor, se unë e përdor sarkazmën sepse unë parashikoj, di, njoh rezultatin. Qofse unë do mendoja që ka një rezultat tjetër, nuk do guxoja ta bëja sarkazmën. Po unë e di dhe parathem rezultatin. Prandaj jam i detyruar të jem sarkastik, por parimi është ky. Le ta bëjnë më. T'ja nxjerrin tymin, ta kallin, nëse mendojnë që Shqipëria e mllefit, Shqipëria e inatit, Shqipëria e zemratës, e ka fuqinë, e ka grintën, i ka numrat, e ka mbështetjen ndërkombëtare të Albana Vokshit për ta rrëzuar Edi Ramën, ti mshojnë. Dalim tek pjesa tjetër, Arjan. Ose kemi një rrugë tjetër. Ata le të bëjnë tyren, por hapësira politike duhet jetë e tillë që të ketë përfaqësim dhe për ata njerëz, qofshin në PS, qofshin në PD, qofshin në PL, qofshin në çdo parti, në partitë reja, partitë vjetra, në media, që të thonë ore prit pak. Duam që të konsiderohet edhe një mënyrë e re të menduari në këtë vend. Pra i menduari i shtruar, reflektim, urtia. Dhe prandaj unë kam nisur këtë ide dhe them poftoj qytetarët shqiptar, si qytetar, unë nuk jam më politikan. E vërteta është që 5 vite e gjysmë si kryetari i LRE-s, më mjaftuan për të kuptuar që edhe pse unë e kam besuar gjithmonë dhe vazhdoj ta besoj se vetmja zgjidhje për kriza politike është nëpërmjet një partie politike, shoh që këtu partitë politike janë kaq të privatizuara. Edhe këtu gara politike është kaq e fortifikuar saqë nuk ka parti që bën dot zgjidhje. Atëherë unë e marr dështimin tim politik si kryetari i LRE-s si kapital përvoje. Edhe dua ta vendos në shërbim të kësaj ideje. Ky kom ka nevojë për transformim kulturor. Ky kom ka nevojë që të kenë më shumë zë të urtët. Ora, e dëgjon flautin ti kur bien tupanët? Ajo që ndodh është që shumë njerëz të ditur, shumë njerëz të mençur në shoqërinë shqiptare, nuk guxojnë të flasin sepse këtu gjithmonë bien tupanët. Dakor, po këtu gjithmonë bien tupanët. Konkretisht, ku është gjëja? Gjëja është e tillë, pra të krijojmë balancë. Dhe balanca është një nënkuptim i thjeshtë. Pra nëse njerëzit fillojnë të takohen, njerëzit kërkojnë edhe të drejtën e tyre të përfaqësimit, por nuk kanë nevojë ta bëjnë më si një parti politike. Një socialist e kërkon brenda partisë vet, një demokrat brenda partisë vet, një pa parti e kërkon në institucionin ku punon ose në biznesin ku punon. Çfarë thotë kjo që nëse po themi ka shumë njerëz të mirë dhe të jashtëzakonshëm, të shkëlqyer brenda PS-s, brenda PD-s, jashtë PS-s, jashtë PD-s. Ore, a flasin dot, a dëgjohet zëri i tyre aty ku bien tupanët? Jo. Sepse edhe tupanët e protestës dhe tupanët e triumfit janë një lloj. Tupan lufte janë. Edhe tupanët e triumfit të PS, edhe tupanët e protestës në PD një lloj janë. Tupanë janë që vrasin flautin. Atëherë, po sikur të kërkojmë, por neve e vërteta është kjo që ne e dim që Parlamenti i Shqipërisë, Këshillat Bashkiake në Shqipëri, kryetarët e bashkive, drejtorët, doganjerët, tatimorët, gjykatësit, prokurorët, nëse janë fryti i zhurmës, nuk janë përfaqësues të kësaj Shqipërisë urtë, të kësaj Shqipërisë së njerëzve të mirë, të ndershëm, virtytshëm. Atëherë, okay, nëse kemi këtë lloj përfaqësimi të drejtë, në të gjitha, po themi, hallkat dhe qelizat e shtetit shqiptar, qoftë të zgjedhur, qoftë të ebruar, këta njerëz që janë shumë, minimalisht mund të kërkojnë përfaqësim. Që në Parlamentin shqiptar mos ketë vetëm përfaqësues të bandave, të grupeve kriminale,
as të oligarkëve. Si, me ty jam, dakord. Si, po vetëm se Arian duhet ta mbyllim, më? 2-3 minuta kemi. Unë mendoj kështu. Ky është një proces që do të ndodhë një radhë parë duke kuptuar njerëzit i den. Pra ideja është kjo që a biem dakord, pra është një dakordsim i thjeshtë. A biem dakord që ka njerëz që janë për rrugën e urtësisë, mirësisë në këtë vend? Reflektim po. Por jam dakord për këtë gjë, atëherë nisim bash bisedimin. Unë kam rrugëzidhje në kokën time, por nuk dua të përshpejtoj proceset. Sepse çdo përshpejtim procesi, pastaj do të bënte që njerëzit e zhurmës ta vrasin pa lindur. Ka nevojë, unë jam dakord. Pra, më mirë kuptoni këtë gjë sepse unë nuk dua që ta vendos fëmijën pa lindur në duart e xhelatit. Por ajo që unë shoh është kjo që nëse do kuptohet dhe do mirë kuptohet nga shumë qytetarë, dhe ka shumë intelektual, mua më kanë kontaktuar që kur e kanë postuar në Facebook shumë njerëz akademik, intelektual, miq, mësues, jurist, nga fshatra, nga lagje, nga qytete, dhe më kanë thënë, "Okej, hajde flasim." Se nuk ka nevojë të jetërsoheni. Jemi PD-n që ndron PD. Por nuk ma mendje që çdo njeri që është në PD do vetëm protesta. Ka dhe njerëz që mund të thonë prit pak. Hajde gjejmë një rrugëzidhje tjetër. Hajde kryejmë një grup njerëzish më të mirët nga ne, po themi që na përfaqësojnë në arenën ndërkombëtare. Hajde kryejmë një grup tjetër që përgatit atë që quhet forumin e komunikimit me shqiptarët. Pra një forum ekstra politik. Se këta për të bërë biznes e krijojnë struktura ekstra politike. Por për të bërë politik jo. Po mund të krijosh një forum. Jo forumin e Ermalit, por një forum të gjerë qytetar me njerëz të cilët kanë autoritet lokal, kanë reputacion lokal dhe mund t'i bindin qytetarët. Se nuk i thrasin tek projekti i tyre politik, por i thrasin tek urtësia e tyre njerëzore. Kjo është gjithë ideja. Çdo parti politike, po të ketë mundësi t'i thrasë njerëzit tek urtësia njerëzore, mund t'i japi zgjidhje shumë të mira dhe demokratike. Ide për të vlerësuar, Arian. Shumë faleminderit. Besoj që do ketë jo vetëm feedback, po besoj që është ai pigmenti që i mungon. Nesër e nisim në Kuçov për shembull. Unë jam i befasuar sepse na kanë thirrur në Kuçov. Fatikisht neve na kanë thirrur në 3 takime që janë të parashikuara, por unë duhet nisem për në Washington ditën e premte, edhe për 2 javë do të jem në Washington dhe do të rifillojmë pastaj kur të kthehemi nga Washingtoni. Por nesër do të jemi në Kuçov. Kështu që gjej rastin që të jetë një fillim i mbar. Besoj dhe shpresoj shumë.